Vetëm njerëzit inteligjent mund t'i gjejnë dy meshkuj në këtë foto. Shikoje këtë vizatim me shumë kujdes. Në shikim të parë duket shumë i thjeshtë, një grua që qëndron pranë një lope në një peizazh të qetë fshati. Shumica e njerëzve shohin vetëm këtë dhe ndalen aty, por brenda ilustrimit janë fshehur dy burra, të kamufluar me shumë zgjuarsi në format dhe hijet e vizatimit. Sfida jote është t'i gjesh të dy pa ndim. Kushto vëmendje trupit të lopës, hijeve të errëta dhe vijave që formon vizatimi. Artisti ka përdorur format natyrale të figurës për të fshehur fytyrat aq mirë, sa shumë njerëz nuk i vënë re fare, por para se të tregoj saktësisht ku janë. Shiko profilin tim. Aty do të gjesh një link me muzikë për gjumë të thellë dhe relaksim, që të ndihmon të flesh më shpejt, të ndihesh më i qetë dhe të zgjohesh i freskët. A mund t'i gjesh dy meshkujt e fshehur? Zakonisht i gjejnë vetëm njerëzit me vëzhgim të mprejtë dhe mendje kreative. Merr kohën tënde. Shiko përsëri. Dhe provo nëse truri yt mund t'i zbuloj figurat e fshehura. Komento 100 në komente nëse i gjetet, por mos e zbulo përgjigjen.